Vullneti i qytetarëve të Kosovës ka tregu që kryeministri Kurti është lideri më i votuar prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, më shumë se sa presidenti historik Ibrahim Rugova, më shumë se sa Vjosa Osmani, dhe kjo që po them nuk tregon arrogancë, përkundrazi, ajo çfarë propozon Lira Demokratike e Kosovës është ta themi devijimi i vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne kemi dëshmuar që nuk jemi bllokues, përkundrazi, në formë transparente, kemi kërkuar koalicion nga Lidha Demokratike e Kosovës. Mirë po, ajo po dëshiron që të kthehet mbrapa dhe sigurisht nuk don të ecë para pa PDK-n e Aleancën për Harmoninë. A do të kërkoni koalicione tjera? Zgjidhja është që të hyjmë tash në sallë, me qenë se gjykata kushtetuese, ose ta themi më mirë, akvendimi i gjykatës kushtetuese e precizon qartë që të parit i takon kryeparlamentarit, ta votojmë, pastaj në pjesën tjetër kur fillojnë të rrjedhin afatet, pra fillimisht i joni me 15 ditë, të provojmë pra ta bëjmë qeveri.